Romancieri hungarez Laszlo Krasznahorkai është fituesi i këtij viti i Nobelit në letërsi. Shkrimtari që me penën e tij zbërthen realitetin në çdo qelis, duke shkuar deri në grotesk. U vlerësua nga Komiteti i Nobelit për veprën e tij bindëse dhe vizionare që në mes të terrorit apokaliptik riafirmon fuqinë e artit. Librat e Krasznahorkait shpërndahen si monedha të rralla, është shprehur për krijimtarin e autorit hungarez, kritiku letrar James Wood. Ndërsa eseiste amerikane Susan Sontag e ka cilësuar mjeshtrin bashkëkohor të apokalipsit, pasi romanet e tij të vendosura në fshatra të ftohtë të Europës qendrore, përshkruajnë banorët që kërkojnë kuptimin e jetës në një botë pa perëndi. I lindur në Hungari në vitin 1954, 2 vite para revolucionit hungarez, ku vendi u përball me shtypje brutale nga Bashkimi Sovjetik, shkrimtari ka folur vazhdimisht për vështirësitë që ka kaluar, teksa me ironi e ka cilësuar mallkim djeshmërinë e lartë artistike që e karakterizon. Me stilin e veçantë të shkruarit, ka fituar çmime të shumta duke përfshirë çmimin kombëtar të librit për letërsi të përkthyer në 2019, çmimin ndërkombëtar Man Booker në 2015 dhe çmimin e librit më të mirë të përkthyer fiction në vitin 2013 për Sata Tangon. Në 1993 fitoi çmimin si libri më i mirë i vitit në Gjermani për veprën Melankolia e rezistencës.